بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Po vazhdojmë me lejen e Allah te baraka ve teala pas komentimit të surës Al-Hujurat me komentimin e surës Qaf. Sura e cila është prej sureve mekkase që ka zbrit para hijretit pejgamberit ton sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndryshe nga sura Al-Hujurat e cila ishte prej sureve medinase. E që temat e sureve mekkase dhe medinase dallojnë. Kur e kemi shpjeguar surën At-Tur, e kemi përmend që tematikat e sureve mekkase janë të ndryshme nga ato medinase. Në surët cilat kanë zbrit para hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam flitet më shumë ti për tauhidin, njëshmërinë e Allahut te baraka wa taala, thirrjen në besim në një Zot të vetëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më shumë ti ka thirrë në fjalën la ilaha illa Allah, që me i bind Kurejsht me kast jo besimtarët asaj kohe dhe atij vendi që nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush tjetër përveç Allahut Jalla Jalaluhu. Edhe më shumë ti ka fol Allahu Jalla wa Ala në këtë sure për popujt e mëhershëm se çka ka ndodhur me ta, që me i friksu me kasta dhe Kurejsht. Bashkohase të pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndërsa surat medinase më së shumti i përmendin tematikat cilat kanë të bëjnë me halalin dhe haramin. Ky është dallimi kryesor apo një ndër dallimet kryesore. Surja Qaf sistem është sura prej sureve mekkase, është e 50 në renditje dhe i ka gjithsej 45 ajete. Prej qëllimeve kryesore të zbritjes së kësaj sure është zgjimi i zemrave të cilat kanë qenë të shkujdesura, kanë qenë në gaflet, në kufër dhe në shirk. Në mënyrë që ta kuptojnë se 3 gjëra janë realitet dhe janë hak, janë të vërteta: vdekja, ringjallja dhe llogaridhënia. E për këto 3 çështje apo për këto 3 tema flet Allahu Jalla wa Ala në Kur'an shumë. Thot Allahu Jalla wa Ala sa i përket vdekjes: "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Dijeni se vdekja prej cilës ju po ikni ka për t'ju zënë. E përmend vdekjen dhe tregon realitetin e njerëzve këtë dynjë. Besimtarët ikin prej saj dhe mundohen mos me kujtu si proces, se nuk ju pëlqen, për ndryshe s'ka mundësi vetë se me kalu ka vdekja, për me arrit tek kënaqësia Allahu Jalla wa Ala te xheneti i tij kështu më radh. Ndërsa jo besimtarët ikin prej vdekjes nga se nuk e dojnë atë, nuk ju pëlqen, po edhe e mohojnë ahiretin dhe çka ka pas saj. Sa i përket ringjalljes, thot Allahu Jalla wa Ala: "Wa yaqulu al-insan a idha ma mittu la sawfa ukhraju hayya." E ka tregu realitetin e gjendjes të njerëzve në këtë dynjë. Thonë, a kur të vdes unë, pasi që të vdes, do të ringjallem i gjallë? Awala yadhkuru al-insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a. A nuk e kujton ai njeri që ne e kemi kriju një herë atë, kur ai nuk ka qenë asgjë? Fa wa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin. Pasha Zotin tënd Muhammed do të ringjallim ata mohues së bashku me shejtanët. Thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya. E pastaj do t'i bim në xhenem dhe do të cilën në xhenem të gjunjëzuar. Allahu na rujt. E po ashtu sa i përket shpërblimit të veprave ditën e gjykimit, e përmend Allahu Jalla wa Ala gjendjen e njerëzve, gjendjen e përgjithshme të shumicës njerëzve. Thot Allahu Tabaraka wa Taala: "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Me të vërtetë ju është afruar njerëzve llogaridhënia, shpërblimi i tyre me të mirë ose shpërblimi i tyre me të keqe, shpërblimi i tyre me xhennet përmes mëshirës së Allahut dhe shpërblimi i tyre me xhenem përmes drejtësisë së Allahut te baraka wa taala. Në fillim të këtij ajeti thot Allahu Qaf. Qaf është shkronjë, siç e dim, shkronjë për shkronjave të alfabetit arab. E që shumë prej sureve fillojnë me disa shkronja që parimisht në shikim pa nuk e kanë në i kuptim në vetën e tyre. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha Mim e kështu me radhë.
Kanë thonë dietarët që këto ajete i kanë më shumë se 20 kuptime, ose janë më shumë se 20 mendime që dietarët i kanë për këto shkronja. Po ndër kuptimet kryesore edhe qëllimet kryesore është që Allahu xhallahu ala ju tregon që këto sure po fillojnë me shkronja gjuhës arabe. Gjuhë të cilën e flitni ju o Kurejsh, o ju Mekas, o ju njerëz që po jetoni me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kohën e shpalljes. Edhe i sfidon me këto shkronja. Siç e dimë, Allahu xhallahu ala i ka sfiduar njerëz jo besimtarë që me sjell një libër të ngjashëm me Kur'anin, apo qoftë 10 sure ngjashme ose një sure ngjashme. E ata nuk kanë mundësi me bën diçka të tillë. Ata kanë dyshim, edhe tregon Allahu subhanahu wa taala dyshimin e tyre rreth vërtetësisë së Kur'anit. Çka thonë ata? Wa idha tutla alehim ayatuna, kur atyre ju lexohen ajetet tona, argumentet e ndryshme të Allahu xhalla wa ala, ata thonë qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha. Thonë kemi dëgjuar këto ajete. Sikur të kishim dashur të kishim ardhur me diçka të ngjashme me to, me diçka të njëjtë sikur ato. In hadha illa asatirul awwalin. Prej paditurisë tyne edhe prej inatit thonë që këto ajetet Allahut nuk janë diçka tjetër. In hadha illa asatirul awwalin, vetë gënjeshtra të njerëzve të parë. Pra Allah. Ndërsa Allahu xhalla wa ala i sfidon ata edhe ja u volos përfundimisht, i tregon që nuk keni mundësi me ardhur me diçka të ngjashme. Qul la in ijtama'at al-insu wal-jinn. Thot Allah, sikur të ishin mbledh krejt njerëz edhe krejt e gjend, çka kanë ekzistuar prej fillimit e deri në fund. Ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an, që të vinë me një Kur'an ngjashëm me këta, siç është Kur'ani jon, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, edhe sikurse ta ndihmonin ata njëri tjetrin, njerëz të gjendë edhe gjendë njerëz, nuk kishin pas mundësi me ardhur me diçka të ngjashme, sikurse ky Kur'an. Pra Allah thot Qaf, i sfidon ata me shkronjat e tyre të gjuhës arabe. Wal Qur'anil Majid, dhe betohet në Kur'anin i cili është i lavdishëm. Allah te bareke ve teala, sikurse në surën At-Tur dhe në surat e tjera, kemi treguar që i takon edhe i lejohet me u betun çka don prej krijesave të tij, ose prej cilësive të tij, siç është edhe Kur'ani, që është fjala e tij, e kështu me radhë. Ndërsa njerëzit nuk i lejohet me u betun diçka tjetër për Allah. Që është edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush do prej juve që betohet, mos beton diçka tjetër veç se në Allahun xhalla wa ala. Pastaj thot bel ajibu an ja'ahum mundhirun minhum, faqala al-kafirun hadha shay'un ajib. E tregon gjendjen e këtyre jo besimtarëve të Mekës, Kurejshve. Thot që aty ju ka dok interesante dhe një çudit që ka ardhur një njeri me u tërheq vretin aty në një pejgamber, një dërguar i Allahut, prej mesit të tyre prej njerëzve. Nga sa ata kanë prit që kam ardhur një i dërguar prej melekëve. Kjo kona që e kanë prit me kas në kohë. Ndërsa atëherë në çudit kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-kafirun hadha shay'un ajib. Ka dok shumë interesant, diçka jashtë mendjes. Edhe kanë thonë a idha mitna wa kunna turaba dhalika raj'un ba'id. A kur të vdesim ne edhe të bëhemi dhe, kjo ka dok shumë larg, që kanë më urin gjallë, pasi që të vdesin edhe të bëhen dhe. Kanë thonë dhalika raj'un ba'id. Vlen të përmendet para se me vazhdu të tefsiri ajeteve më poshtë, që këtë sure pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lexu shumë shpesh në Bajram ose edhe në Xhumë. Në vendet e rastet kur njerëzit mbledh tubime ndryshme, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shfrytzuar rastin edhe i ka kujtuar ata njerëz me surën Qaf. I ka rikujtuar ata që kanë me vdek, kanë me u ringjall, kanë me dal para Allahut te bareke ve teala, edhe kanë me dhon llogari. Transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij që një grua Ummu Hisham ka thënë, nuk e kam mësuar surën Qaf wal Qur'anil Majid vetëm se prej gjuhës së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili e lexonte atë në Xhumë kur ishte në minber dhe ju drejtohej njerëzve me atë sure. Ka shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dashur këtë sure dhe i ka rikujtuar njerëzit me këtë sure. Pastaj vazhdim thot Allahu xhalla wa ala qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Ne edim hollësisht se çfarë pakson toka nga ta
çfarë han toka nga trupat e vdekur. Dhe tek ne është një libër i ruajtur shumë mirë, që është Al-Lawhul Mahfuz. Bel kadhabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. E tregon Allahu realitetin e tyre prapë, dhe thot, ata e kanë përgënjeshtruar të vërtetën kur i ka ardhur. E kanë përgënjeshtruar Kur'anin, fjalët e Allahu xhalla wa ala, kur i kanë ardhur dhe kanë qenë në një gjendje apo situatë ku kanë pas shumë dyshime. Nga njerë kanë thonë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që është gënjeshtar, nga njerë kanë thonë që ai është magjistar, e kështu me radhë. Pastaj thot Allahu xhalla wa ala, duke i ftuar njerëzit me meditu në krijimtarinë e tij. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wama laha min furuj. A nuk e shohin ata qiellin, cilin e kam përmbi tyre, se e ka kriju Allahu xhalla wa ala atë qiell. Se e ka kriju Allahu xhalla wa ala atë qiell. Thot Allahu xhalla wa ala, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha. Se ka kriju Allahu qiellin pa shtylla. E përmend në ajetin tjetër kuranor që është qielli aq i madh, aq i ngritur edhe që ndron pa shtylla. Wa zayyanaha, dhe se ka zbukuruar atë me ratë ndryshme, me yje të ndryshme, kështu me radhë. Wa ma laha min furuj, edhe qielli nuk ka diçka që është e papëlqyeshme për shikimin e njerëzit. Wa ma laha min furuj, nuk ka diçka që e pengon shikimin e tij edhe nuk i pëlqen, nuk ka çarje të ndryshme. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi. Edhe tokën, thot Allahu, e kemi shtri për njerëz, e kena bot përshtatshme, të lehtë për jetesë. Wa alqayna fiha rawasi, edhe kena vendosur mbi të përforcues, e që janë malet edhe kodrat, që toka mos lëviz. Wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij, edhe mbi atë tokë të mirë edhe të bukur edhe të përshtatshme, kemi mbjell nga çdo lloj prej llojeve të mbjellurave, të cilat janë shumë të bukura. Pse? Tabsiratan, që njerëzit mi pa dhe mu kënaq duke i pa, wa dhikra li kulli abdin munib, edhe për kujtim për çdo rob të Allahut i cili kthehet tek Allahu xhalla wa ala me pendim. Vazhdim thot, wa nazzalna min as-sama'i ma'an mubaraka, a përmend edhe një nimet tepër të madh. Thot, dhe kemi zbrit nga qielli një ujë shumë të bereqetshëm. E që është për qëllim shiu. Fa anbatna bihi jannatin wa habba al-hasid. Dhe prej tij kemi bërë kopshte dhe drithëra që korrën. Wa an-nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Po edhe trungjet larta të hurmave me fruta që janë të paluara një mbi një. Kretë këtu Allah xhalla wa ala i ka bo rizqan lil ibad, si lloj furnizimi, si lloj rrezku për njerëzit, edhe ujin edhe hurmet edhe gjithçka tjetër. Rizqan lil ibad, mirësi Allahu xhalla wa ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Çdo mirësi që keni nuk është prej dikujt tjetër përveç Allahut. Po ashtu edhe rrezku në këtë rast është vetëm prej Allahut te baraka wa taala. Wa ahyayna bihi baldatan mayta. Dhe përmes këtij shiu që ka zbrit Allahu xhalla wa ala, thot një tokë edhe një vend i cili ka qenë i tharë edhe i vdekur, Allahu përmes atij shiu e ka ngjall. Allahu xhalla wa ala prej fillimit kur u betun Kur'an, në Kur'anin e lavdishëm, edhe i ka përmend krejt këto mirësitë Allahu xhalla wa ala dhe krejt këto argumente të mëdha, krejt këto i ka përmend me tregu që edhe njerëzit kanë me u ringjall. Me u pohu kurreshve me kazve, që njerëzit kanë me vdek, edhe kanë me u ringjall, edhe kanë me dal para Allahu xhalla wa ala me jep llogari. Kur thot Allahu wa ahyayna bihi baldatan mayta, dhe përmes atij shiu e kena ringjall në vend të vdekur, thot kadhalika al-khuruj. Kështu është dalja prej varrezave. Ditën kur njerëz dalin para Allahut te baraka wa taala, dhe për këtë është betuar Allahu xhalla wa ala në Kur'anin e lavdishëm. Pastaj Allahu xhalla wa ala i përmend disa prej popujve të ndryshëm që kanë jetuar para Kurejshve, para Mekazve, para bashkohanitëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cilët kanë qenë jo besimtar, cilët i kanë mohu ajetet e pejgamberëve dhe dërguesve që ka dërguar Allahu xhalla wa ala. Ka dashur me atërheq vrejtjen Kurejshve që mos u bëni sikur ata, se ata kanë qenë halama të fortë se ju, kanë pas më shumë pasuri, më shumë pushtet. Po prapse Allahu i ka zhduk, edhe vendi i tyre është xhehenemi. Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa ashabu ar-rassi wa Thamud.
para këtyre përgënjeshtruesve mushrikimëve të popullit tënd në Mekë o Muhammed, edhe pejgamberët e tjerë kanë mohu popujt e tyre. Për shembull, të parin që është Nuhu alayhi salam. Ashabur ras janë disa njerëz që kanë pas një pejgamber dhe kanë pas një bunar. Nuk ka diçka të saktë rreth tyre, por thuhet që kanë gjujt pejgamberin e tyre në bunar, edhe nuk i kanë besu. Edhe Themudi, gjithashtu edhe ata e kanë mohu pejgamberin e tyre. Wa Adun wa Fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul Aikati wa qawmu Tubba, krejta populli Adit, Fir'auni me ata bashkanikët e tij, populli Lutit, wa ashabul Aikati wa qawmu Tubba, kullun kadhaba ar-rusul fa haqqa wa'id. Qawmu Tubba është populli i një mbretit i cili ka qenë mbreti i Egjiptit, mbreti i Yemenit, i cili ka qenë burri mirë edhe burri drejt, po populli i tij kanë mohu. Ndërsa ky Tubba ka qenë besimtar i mirë. Gjithashtu Allahu Jalla wa Ala në vazhdim thot: "Afa'ayina bil khalqi al-awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid." Thot, a mos jemi lodh ne me krijimin ton të parë të njerëzve? Jo, patjetër nuk u lodh Allahu Jalla wa Ala. Allah thot: "Kama bada'akum ta'udun." Siç ju ka filluar Allahu për herën e parë, ju ka kriju, ashtu ju kthen edhe një herë tjetër. Bal hum fi labsin min khalqin jadid, por se njerëz në atë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë në një dyshim të madh, edhe nuk e kanë besuar ringjalljen apo krijimtarinë e dytë të Allahut Jalla wa Ala. Vazhdem Allahu te baraka wa taala thot: "Wa laqad khalaqna al-insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu." Allah ka kriju njerin, llojin njeri. Edhe e din se çfarë i përshpërit atij shpirti i tij. E din Allahu Jalla wa Ala për secilin prej neve se çfarë mendime ka, se çfarë meditime ka, se çfarë plane ka, se çfarë analiza bën. E kështu me radhë, krejt që ka njeri në nefsin e tij, në zemrën e tij, Allahu Jalla wa Ala thot që ai vetë na ka kriju edhe ai i din. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. E ne, thot Allahu Jalla wa Ala, jemi më afër tij, më afër çdo njeriu se sa një venë e cila gjendet në fyt edhe lidhet me zemrën e tij. Allahu Jalla wa Ala është më afër se kjo venë e cila është brenda në trupin ton edhe lidhet me zemrën. Kjo e ka më shumë se sa një kuptim të vërtetë dhe të saktë. Është më afër Allahu te baraka wa taala me dijen e tij. Nga sa thot në fillim të faqes: "Wa laqad khalaqna al-insan wa na'lamu." Na kemi kriju njerin dhe ne e dim, e përmend dijen e tij. E përmend dijen e tij. E din çka ka njeri në nefsin e tij dhe çka i përshpërit, edhe është më afër tij se sa që e vena që e përmendëm. Dhe mendimi i dytë edhe ai që është i saktë është që melekët e Allahut te baraka wa taala janë më afër njerit. Që thot Allahu Jalla wa Ala në sura tjetër: "Falawla idha balaghat al-hulqum", kur ti mrin njerit shpirtin fyt, "wa antum hina idhin tanzurun", edhe jo njerëzit e afërt të vdekurit jeni mbledh afër tij dhe veç pritni, s'keni çka më bëu. "Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun." Ne jemi më afër atij të vdekurit se sa ju, por ju nuk shihni. Është për qëllim ju nuk i shihni melekët e Allahut, cilët vinë me marr shpirtin atij të vdekurit. Edhe në këtë rast Allahu thotë, kjo ndodh na jena më afër idh yatalaqqa al-mutalaqqiyan 'an al-yamin wa 'an al-shimal qa'id. Kur ai ka dy melek në dy anët e tij, në anën e djathtë edhe të majtë, cilë qëndrojnë gjithmonë aty, edhe i shkruajnë veprat që i bën robi Allahu Jalla wa Ala. "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Nuk ndodh që asnjë robi Allahu në krejt tokën e thot një fjalë, një shprehje, vetë se e ka afër vetes një kujdestar, një mbikëqyrës i cili është gjithmonë aty, cilin Allahu Jalla wa Ala e ka dërguar për këtë punë, edhe ka kriju për këtë punë. E pastaj flet Allahu për vdekjen e njerëzit, dhe tregon realitetin e saj. "Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dhalika ma kunta minhu tahid." Thot se vjen agonia dhe vështirësitë e vdekjes. Secilit njeri i vijnë këto vështirësi edhe këto agoni të vdekjes.
sa që dhe pejgamberi më i dashur i Allahut sallallahu alaihi wasallam, para se me vdek është njerëzit shumë, siç transmeton edhe Buhariu në Sahihun e tij, prej Aishës radhiyallahu anha, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La ilaha illa Allah, inna lil mauti lasakarat. Ka thonë dëshmin më të madhe, la ilaha illa Allah, inna lil mauti lasakarat. Me të vërtetë vdekja i paska mundimet e saj e që janë shumë të mëdha. Allah të tregon gjendjen e njerit, dhalika ma kunta minhu tahid. Kjo është ajo prej cilës ti ke ik. Ana të regum edhe në fillim dersit ajetin ku Allah të regon gjendjen e njerëzve që krejt njerëz ikin për vdekjes. Qul inna al-mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Vdekja prej cilës se cili për juve po ik, ka për m'ja uprir rrugën. O thonë ka për t'ja uprir rrugën, kam ju dal. Ju tu ik për vdekjes, a kam ju dal, edhe kam ju dal shpirti. E pastaj kanë më kthy njerëz te Allahu edhe me u shpërblyp për çdo të mirë dhe çdo të keqe që e kanë bën këtë dynjë. Wa nufikha fi as-sur, e pastaj fryhet në sur. Dhalika yawmul wa'id, ajo është dita e premtuar. Ajo është dita në të cilën realizohet premtimi i Allahut xhalla wa ala. Dita në të cilën realizohet premtimi i Allahut xhalla wa ala. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Në ditë çdo person e përcjell një melek i cili paraprin edhe e dërgon të vendi ku do të më shku, edhe një melek tjetër i cili dëshmon për veprat e tij. Edhe thuhet atij, laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Me të vërtetë ti ke qenë në një huti dhe pakujdesi të madhe ndaj kësaj, ndaj vdekjes dhe ndaj ringjalljes. Fakashafna anka ghita'aka, dhe ta kena larguna perdën ty. Ta ka mundsu Allahu me vdek realisht, me pa vdekjen dhe me pa ringjalljen. Fabasaruka al-yawma hadid. Sot njeri shat ato vështirësi dhe dënime që janë vërteta shumë mirë. Wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid. Qarin, na e dim që është një shejtan i cili e përcjell njerin. Po qarin nuk i thuhet veç atij shejtani, po i thuhet edhe melekëve. Njeri ka qarin shejtan dhe qarin melek. Në këtë rast, wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid, është për qëllim meleku i Allahut, i cili thotë, këto janë veprat të cilat i ka gati ky njeri, ja ka shënuar veprat. Thuhet në ditë, thotë Allahu xhalla wa ala, alqiya fi jahannama kull kaffarin anid. Gjujeni në Jahannam çdo njeri i cili ka qenë pabesimtar i madh, edhe mohus i madh, edhe i naxhi i madh, i cili ka ndal të mirën. Tash në vazhdim thotë Allahu xhalla wa ala, manna'in lil khair mu'tadin murib, i cili ka ndal të mirën kur është vepruar në dynjë. Ka qenë zullumçari, ka bërë zullum njerëzve tjerë, edhe ka qenë për atyre që kanë pasur dyshime të shumta. E gjunohen më të madh që e ka pas është ky, alladhi ja'ala ma'a Allahi ilahan akhar, Allahu na rujt. Ai i cili ka bërë bashkë me Allahun shok tjetër, ai i cili ka adhuruar me Allahun dikën tjetër përveç Allahut xhalla xjalaluhu. Thot Allahu xhalla wa ala, fa alqiyahu fi al'adhab ash-shadid. Gjujeni atë në një dënim shumë të rëndë. Qala qarinuhu, pastaj thot qarini i tij, e që këto është për qëllim shejtani. Në jetën sure përmendet edhe qarini prej melekëve dhe prej shejtanëve. Rabbana ma atghaytuhu, thot o Zotim, unë nuk e kam deviju ata. Walakin, por se ai kana fi dalalin ba'id, ka qenë në një dalalet, në një humbje shumë të madhe. E që e dim edhe fjalimin ose hutbën që e mon shejtani në Jahannam, pasi që të në Jahannam. Ju thët, wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Me të vërtetë Allahu ja u ka premtuar një premtim të vërtetë, ndërsa unë ju kum premtu edhe ju kum zhgënjy. Ju kum premtu me diçka që nuk është e vërtetë dhe nuk është e saktë. Wa ma kana liya alaykum min sultan. Subhanallah, thot nuk kum pas kur far force, kur far mbizotrimi mbi juve. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Vetë ju kum thirr, edhe ju mu keni përgjigj mu. Shejtani se kap kërkon me çu dikon ku s'do. Shejtani s'fol me gojë dikojna me fol diçka që s'do.
Po që ka thirr edhe njerëz që kanë përgjigj. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Ju thot në ditë subhanallahu xhenem live, mos ma lani fajin mu, po lani fajin vetës juve. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya. S'moj mi u bo dobi as unë juve, as ju mu. La ilaha illallah. Kjo është fjalim i vërtet që thot shejtani në xhenem, pasi që t'hin jo besimtarët në xhenem. Allah na ruaj. Edhe thot inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Unë e kum mohu kufrin që ju ma keni bo mu më herët. Njerës që kanë bo kufr për shkak të shejtanit edhe kanë adhuru shejtanin, shejtani thotë unë këtë se pranoj. Distancona për kësaj. Inna dhalimina lahum adhabun alim, të vërtet zullumqartë e kanë një dënim shumë të dhëmshëm xhenem. Pasi që shejtani thotë këto fjalë, që ai nuk e ka deviju, edhe njeriu kon vetë në devijim të largët, Allahu thotë qala la takhtasimu ladej. Mos u shtyni edhe mos polemizoni para meje. Edhe pse në këtë rast përpara veç Qarini ka fol. Këtu në Kur'an nuk po thotë që ka fol i biri Ademi diçka. Po kuptohet që ka fol. Pse se Allah thotë mos polemizoni para meje. Qala la takhtasimu ladej wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Nga se unë para se me vdekju kur keni qenë dynja, ju kom kërcënuar dhe ju kom tregu se çka është realiteti. Ma yubaddalu al-qawlu ladej, tek Allahu jalla wa ala nuk ndryshon fjala që ka thonë Allahu. Wa ma ana bi dhallamin lil abid, as Allahu jalla wa ala nuk është zullumçar, nuk ju bën zullum robëve të vet. Edhe pse janë rob të Allahut, edhe pse janë dopt, edhe pse janë krijesa, edhe pse Allah është shumë i fortë, edhe pse Allah është krijues, nuk ju bën zullum. Kërkojna. Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Në ditë kam ju thonë, do t'i thua xhehenamit, a je mbush? Edhe xhehenami thot hal min mazid. A ka hala? Subhanallah, lyp hala ma shumë. Thot Allah, a je mbush me jo besimtar edhe me gjunaqar? Ai thot a ka hala. Prej hidhrimit Allahu Jalla wa Ala hidhrohet edhe xhehenami. Prej hidhrimit Allahu Jalla Jalalu hidhrohet edhe xhehenami edhe lyp hala ma shumë. E pse pyet mas pari Allahu Jalla wa Ala se a je mbush? Për mbush premtimin që ka jepë në Kur'an në surën e Sajde, walau shi'na la atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqa al-qawlu minni la amla'anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in. Sikur të kish dashur Allahu azza jalla, kish udhëzu krejt njerëz, po dhe për mbush subhanallahu premtimin e tij. E që thot do ta mbush xhehenamin prej njerëzve dhe prej gjinëve. Atë kjo fjala Allahut ma yubaddalu al-qawlu ladej, nuk ndryshon fjala që thot Allah. Subhanallahu, kjo tregon madhështinë Allahut azza wa jalla. A do të më di që Allahu Jalla wa Ala nuk pyetet. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah nuk pyetet për çka vepron. Po robët e Allahut pyeten ditën e gjykimit edhe mirën në llogari. E pastaj pasi që Allahu Jalla wa Ala tregon realitetin e jo besimtarëve, a tregon se çka ka menduar në xhehenem edhe çysh kanë polemizu, i përmend edhe xhenetlit. Që jo vetëm i friksu njerëz, po edhe me jep shpresë të madhe. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Thot Allahu Jalla wa Ala që xheneti ju afrohet shumë njerëzve dhe besimtarëve devotshëm. Po në realitet edhe njerëzit i afrohen xhenetit. Wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Mirën njerëz që afrohen subhanallahu pe melaqeve, njerëz që kanë pas frikë Allahun drejt xhenetit. Po dhe xheneti wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id, nuk është më larg, është shumë afër. Ju thuat atyre hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafiz. Ky është një premtim për ata të cilët gjithmonë pas gjunaheve ju kanë kthyer Allahu Jalla wa Ala. Ky është premtimi për ata të cilët kur kanë bërë gjunahe janë pendu edhe e kanë ruajtur fenë e tyre. Ata janë të cilët i cilëson Allah man khashiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Ata të cilët i friksohen Rahmanit Allahu Jalla wa Ala
bil ghaib. Kjo bil ghaib e ka më shumë se një kuptim. Bil ghaib që nuk e shohin Allahun, po adhurojnë. Kjo është e para, adhurojnë Allahun pa e pa. Edhe dyta është që kur janë vetë edhe askush tjetër nuk i sheh, ata i friksohen Allah xhalla wa ala edhe adhurojnë ata. Edhe subhanallahu vrejnë që ka thonë Allahu men khashiya ar-Rahman, kush i friksohet të gjithë mëshirshmit. Edhe pse Allah ka pas emrin i gjithë mëshirshmi, ata nuk janë mashtruar me thonë ky është i gjithë mëshirshmi, na falë, na bëjmë gjunahe. Po edhe kur njerëz nuk i kanë pa ata, ju kanë bindë Allah xhalla wa ala. Men khashiya ar-Rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib. Edhe vjen te Allah me një zemër të penduar, me një zemër që sa bën gjuna, kthehet tek Allahu te baraka wa taala. Ju thuhet atyre besimtarëve, udkhuluha bisalam. Hinë në xhenetin e Allahut me qetësi, me siguri, me paqe. Dhalika yawmul khulud. Kjo është dita e cila nuk mbaron asnjëherë. Kjo është dita e përjetësisë, dita e kënaqësive, dita ku nuk ka mos prova, dita ku nuk ka mos dhimbje, dita ku nuk ka mos smundje, ku nuk ka mos fukarallëk, ku nuk ka probleme. Dhalika yawmul khulud. Mirësitë që në xhenet fillojnë atë ditë edhe nuk mbarojnë më. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Në xhenet i kanë krejt mirësitë. Çka t'ja u dën zemra? Lahum ma yasha'una fiha. Çka do të dojnë kanë xhenet. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Çdo sen që dën shpirti i njerit, çdo sen që lakmon syri i tij, ata e kanë në xhennet. Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thotë se Allahu xhalla wa ala ka thonë: "A'dadtu li ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." E kum bo gati dhe kum gadit për robët e mi të mirë, ata që syri i tyre se ka pa, veshi i tyre se ka dëgju, po as zemra e tyre se ka mendu asnjëherë. Edhe thotë Abu Huraira radhiyallahu anhu: "Faqra'u in shi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Lexojeni nëse keni dëshirë, pasi që thotë këtë hadith, thotë lexojeni nëse keni dëshirë fjalën e Allahu xhalla wa ala: "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Asni nafs, asni njeri nuk e din se çka është në shef, edhe është bogat edhe është përgatit për besimtarët e mirë prej kënaqësive të syrit të zemrës tyre. Allah na bëf prej tyre ya Rabb. Waladayna mazid. Edhe mbi gjithë këto mirësi xhenetit, thot Allahu xhalla wa ala, kena edhe diçka hala më shumë. E që këta ka shpjegu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka bërë tefsire që është shikimi në fytyrën e Allahut te baraka wa taala, e që është nimeti më i madh në xhenetin e Allahut te baraka wa taala. Pastaj prap Allah i drejtohet ju besimtarëve me kas kurajshve dhe i thot: "Wa kam ahlakna qablahum min qarn." I thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e sa popull të ndryshëm i kena shkatru para kurajshve dhe para mekasve. Hum ashaddu minhum batasha. Ata kanë qenë më të fortë, kanë pas më shumë pasuri, gjithçka kanë pas më shumë sa kurajsht. Janë kanë më të fortë, po prapë Allah i ka shkatru. Fanaqabu fil bilad. Kjo ka më shumë se një kuptim. Fanaqabu fil bilad, kur ju ka ardhur vdekja, kanë dashur me ik prej vdekjes. Edhe sa që kanë qelë tunella të ndryshëm që me ik mu mshef dikon. Po prapë vdekja ju vjen edhe aty. Ose kuptimi tjetër, qaq të fortë që kanë qenë, kanë mujtë, domethënë me qelë tunella, me qelë tokën e kështu me radhë në atë kohë. Hal min mahis. A kanë pas ku me ik prej vdekjes? A kanë pas ku me ik prej urdhrit të Allah xhalla wa ala? Pa tjetër se kanë pas ku me ik. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb au alqa as-sam' wa huwa shahid. Në krejt këto që më përmen në surën Qaf, po edhe në gjithë shka që është përmen në Kur'an, prej fillimin deri në fund, thotë Allahu xhalla wa ala: inna fi dhalika la dhikra. Në të me të vërtet ka përkujtim. Përkujtim i cili bën dobi, ama përkën. Liman kana lahu qalbun, e para, për ata që ka zemër gjallë, jo të vdekur. Për ata që ka zemër gjallë. Au alqa as-sam', edhe është prej atyre të cilët kur flitet për fjalën e Allahut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka zemrën wa huwa shahid, e ka zemrën aty prezente,
edhe dëgjon me vëmendje. Subhanallah, ka zemër të pastër, dëgjon me vëmendje edhe e ka zemrën prezente. Për këta njerëz Kurani bën dobi. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ. Me të vërtetë i kemi kriju qiejt edhe tokën dhe çka ka mes tyre për 6 ditë. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ, edhe nuk e ka lodhur Allahu xhalla wa ala kjo krijimtari. Pse thot Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ? Nga se jahudit kanë shpif për Allahun te baraka wa ta'ala që mas 6 ditëve Allah azza wa jalla u lodh edhe ka ndal krijimin edhe ka pushu. I lartësuar është Allahu xhalla wa ala prej krejt këtyre kufriatave dhe shirkiateve. E këto vlen përmendet edhe pse kanë përmend, pse Allahu ka përmendur dhe ka thonë për 6 ditë. Pse se ka kriju veç me kun fejekun. Me fjalën kun fejekun, Allahu azza wa jalla kur don me kriju diçka, thot bëhu edhe bëhet. Disa prej dietarëve kanë thonë që me mësu njerëz që do të me bo sabër. Edhe do të me kryu senet një ka një. Kjo është një për mësimeve që i kam përmend dietarët e ky ajet. Fasbir ala ma yaqulun. I drejtohet pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam e i thot: "Bo sabër o Muhammed ndaj fjalëve të cilat i thon jehudit." Fasbir ala ma yaqulun. Një fjalë kufriate, shirkiate të cilat i thonë disa njerëz. E ti e din që ato nuk janë të vërteta. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub. Edhe bën tasbih Allahun, lartësoj Allahun prej çdo tmete. Dhe që disa prej dietarëve ndërta Ibn Abbas radhiyallahu anhu më thotë që çdo tasbih që përmendet në Kur'an është për qëllim me të namazi. Fal namaz. Kur i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, bë tasbih është për qëllim bë namaz. Po e sakta është që dyjat janë për qëllim. Edhe kjo edhe ajo. Wasabbih bihamdi rabbik, bën tasbih Allahun qabla tulu'i ash-shamsi. Para se me lind dielli. Dietar kanë thonë me fal namazin e sabat është për qëllim. Wa qabla al-ghurub, edhe para se me perëndu dielli, e që dreka dhe ikindia që falën ditën. Wa min al-layli, falu edhe natën, e që janë namazet e natës, akşam dhe yacia. Wa adbara as-sujud, edhe bën tasbih Allahun dhe subhanallah masi që të falësh. Wastami' dhe dëgjë mirë o Muhammed dhe dëgjani o ju pasus të umetit ti, o ju umetit ti pasus të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Yawma yunadi al-munadi min makanin qarib, ditën kur do të thrirëse, do të fryhet në surr prej një vendi të afërt. Yawma yasma'una as-sayhata bil-haqq, në ditë kur do ta dëgjojnë me të vërtetë atë thirrje edhe atë xhurmë të madhe. Dhalika yawmul khuruj. Me të vërtetë ajo ditë është dita e daljes prej varrezave. Dita e daljes prej varrezave. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir. Me të vërtetë ne, Allahu xhalla wa ala, jep jetë, ju bën me vdek, edhe kthimi është tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira'a. Përkujtoje o Muhammed edhe përkujtoje o musliman, o besimtar. Ditën kur do të qahet toka edhe kanë me dalë njerëz pa vullnetin e tyre prej tokës. Nëse pyeten njerëz, sidomos zullumçart, jo besimtar, në ditë, sa doni me dalë ajo kanë me thonë jo. Me shku te Allahu xhalla wa ala edhe mu dënu për çdo krim që e kanë bu. Ata kishin me thonë jo, patjetër. Po nuk pyeten, përkundrazi. Allah tregon edhe formën se si dalin, sira'an, duke shpejtu. A ka mundësi që dikush me shpejtu në dënim? Me shpejtu në diçka të keqe, në burg, me shku dikush për shembull shpejt. Jo, po Allahu xhalla wa ala këtu nuk i vet njerëz mo, edhe nuk e kanë lirinë të veprumit. Dalin prej varrezave sira'an me shpejtësi të madhe. Dhalika hashrun alejna yasir. Ky tubim i njerëzve, cilët janë bërë dhej. Allahu xhalla wa ala thot, është një tubim i njerëzve shumë i lehtë për Allah. Tubimi i njerëzve prej njerit të parë, i cili është varros, deri te njeri i fundit. Veç llogaritën edhe paramendoni sa njeri mundet me kon veç deri sa që ka ekzistuar. Edhe kuptojeni madhërinë dhe madhështinë e Allahu xhalla wa ala, i cili thot dhalika hashrun alejna yasir. Kjo mbledhje e krejt njerëzve është shumë e lehtë për Allahun xhalla xhelala.
subhanahu wa ta'ala. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Mos u mërzetu Muhammed, nga se ne e dim se çfarë thojnë ata. Krejt mushrikinë, çka kanë thonë jehudit, çka kanë thonë krejt njerëz. Wa ma anta alejhim bijabbar. Nuk mund është jo Muhammed mi shti ata me zor me besu. As nuk kërkohet kjo prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. In alejka illa al-balagh. Ty takon me au transmetua aty në fjalën Allah xhalla wa ala. Me au tërheq vrejtin. Wa ma anta alejhim bijabbar. Nuk mund është mi shti me zor me besu. Fadhakkir bil Qur'ani men yakhafu wa'id. Atë përkujtoj Muhammed me këtë Kur'an njerëz të cilët i friksohen premtimit të Allahu xhalla xjalaluhu, e që është vdekja, ringjallja edhe llogaridhënia. E këta njerëz që kanë frikë Allahun xhalla wa ala, edhe që u bën dobi Kur'ani, janë ata të cilët kur përmendet libri i Allahut, kur përmendet suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur flitet për din, ata kanë dobi. Amo i kanë disa cilësie ndryshe për njerëzve tjerë. Që është thëtë Allah azza wa jall, limen kana lahu qalbun, ai i cili ka zemër, au alqa as-sam', apo e dëgjon mirë ligjëratën, hutbën, fjalimin, këshillën, wa huwa shahid, edhe ai është prezant aty me zemrën e tij. Elus Allahu xhalla xjalalu, na bëj dobi për kësaj që është lexuar dhe është thënë. Allahu e din më mirë, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.